Mirë se vini në podcastin e Rallës, by Gjuli Radi. Sot kam një ftuar special, Indrit Cullhaj, 18 vite kampion Shqipërijet, kampioni sportisti i vitit 2024, antar i komitetit ekzekutiv në Komitetin Olimpik, 135 medalje. Kam i pyetje kështu direkte. Gjithë këto medalje, gjithë këto fitore, ata është bë fitoria rutin apo e nin akoma të zjarrin sa herë që bën një fitore? Fitoret realisht janë si puna shkallëve, sa më shumë fiton medalja, kërkon ato që si ke. Edhe gjithmonë jemi kërkim të atyre që si kemi, siç është europiani dhe botërori. Se tjerat i kemi marrë edhe në Ballkan, se ke harru me thon Ballkanin, që janë 4 vite rresht medalistë në Ballkan. Duke të para flas. Jo ato ditë të treta sfirnuar. Po. Kur është momenti i parë që ke thonë, çan kam i zotin këtë gjë? Realisht fillimet e mia të para nuk është se kam pas shef këtë sportin e judos, se na çodhe baba me zor, kene qenë kështu prapë në përlagje, si mu dhe si vllajin, po kur futesh tapë dhe bën një neshë me dikë tjetër, ajo ego që s'do ndërzohesh, të bën që ti të jesh gjithkohon i vëmendshëm, edhe ta hedhësh kundërshtarin. Dhe dita ditës filloi të më hyn në zemër ky lloj sporti. Duke rraf njërin, duke rraf tjetrin, duke mund njërin, duke mund tjetrin, derisa erdhi u bë rutinë që nuk mund të rria dot në shtëpi. Doja vetëm të nesha, doja vetëm adrenalin ngare. Se kur rria pas stërvitje filloi u bëha me nerva. Kurse qetësimi ishte stërvitja, që na qetësonte dhe na mante këtë lloj qetësie në trup. Edhe realisht që për asaj ditën nuk kam dalë asnjë ditë. Indrit, çka ke sakrifiku me ardh deri këtu? Me të drejtën gjithçka, shoqërinë, familjen, shokët e klasës, gjithë shkoshin ekskursione, unë u stërviça, orën e fizikulturës gjithë ishin pushim, unë visha musha madhe bie nga pesha për me shku në kampionat. Domethënë gjithçka, njerëzit shkoshin plazh, unë isha tu stërvit 4 orë, 5 orë, si në natyrë, si në mal, si regjim ushqimor, gjithçka. Kam sakrifikuar të gjitha për me pas këtë karrierë. Edhe nuk vjen asnjë gjë kot posa stërvita. Tana këto sakrifica, tash si shef 18 vite që në momentin e parë që ke marrë medaljen e parë, a ja kanë vlerë? Realisht ja kam vlerë dhe ja kam pa herën dhe me sforcë më të madhe. Po të isha qenë në një vend tjetër të botës, do isha akoma dhe më lart. Kam i pyetje me kuptu pak ambicën tane. Kampion judoet. A mendon se do ishe kampion edhe një sport tjetër, nëse s'do ishe marrë me judo? Realisht çdo sport që mund të isha, di që kush do ngelsha mbal. Di që nuk do isha i parë, do isha i treti. Nuk do isha i treti, do isha i parë. Do e di ç'është çdo lloj sporti. I kam provuar edhe sporte të tjera dhe gjithmonë jam on top. Është diçka që më jepet, si boks, si UFC, si shumë lloje të tjera. Dhe di që do kisha shëlqim. Për prindërit për shkak që të një gjojnë, përveç judos, se unë personalisht ja di vlerën shumë mirë. Përveç judos, cila sporte do i kishe sugjeru? Atletika, sporti, noti. Dy më të parat sportet që këto janë dy elitat që startojnë, masa ne fillojnë gjithë tjerat. Këto dy janë sporte më pak problematike, po më të shëndetshme për trupin. Po te sportet kështu kombative, domethënë luftarake, përveç judos. Realisht fëmin tim se kisha çu, po boks. Boks? Boks. Nuk e kisha çu fëmin tim, e kisha dashur këto dy tjera që thash, po unë jam në sportet shumë luftarak, mos pëlqej fare as futbolli, as kolektivet, sepse gjithmonë kur luajm fëmijë futboll, unë vrap posha për me kap topin, as kur snap të topin. Për u losë kot. Kështu që ka disa probleme këto sporte kolektive ku nuk shkon me dika pjesë të ekipit, nuk bashkëpunon vetëm. Të kuptoj. Kthena pak 18 vite më parë. Në momentin e parë kur ti fitove medaljen e parë, isha 10 vjeç. Qa ishte njësia parë, qa i the vetes, qa menove në atë moment? Gara parë ka qenë Don Bosco, i mend gjitha medaljet i mend dhe gjitha kanë një histori mrena. Ka qenë dita më e bukur, kam flet bile me medalja ditë, se isha për shafën në botë. I thoja shokëve, miqve të gjithë, miqë se bëna tatuazh. Edhe ka qenë emocion sepse moment që merr këtë parën dhe e varte muri, thu që ka pak një. Hajde ta marr ditë tjetër. Ku merr tjetrën thu 2 so prap pak. Edhe kisha qef ta shifsha murin nga fillimi deri në fund full. Edhe ku arrin i merr njëra mas tjetër është kënaqësim vetë dhe kushdo që vjen ke shtëpia ose shaf historinë ose kushdo që jam intervistë, kam ç'a tregoj. Tregoj për shembull kjo medalje ka një histori të vetën. Ka qenë një kundërshtar kështu, kam bë kaq neshje, ka qenë e vështirë, kam qenë i rëndum, kam qenë shumë form, kam qenë shumë keq nga ana
fizikut, po prapja dola, domethënë ke një histori me tregu për çdo lloj varianti. Indrit, si sportist, çfarë dhe më shumë, çfarë është më dhimbshme, një dëmtim fizik apo një humje psikologjike? Më kujtove direkt një olimpiadë më kujtove, që mezi kishim punuar aq fort për me shku atje. Edhe gjatë kohës që kam kryer zbrinjën, më shumë është dhimbs gara se sa brinja. Edhe më dolën lot nga vujtja që kishim 4 vite për me shku në olimpiadë, edhe isha favorit nga kundërshtari im. Edhe mund të fitoja për pak sekondat e fundit u stepa dhe nuk u çova dot, se kapi pjesa e dhimbjes zbrinjës që kisha krisë që në Tiranë. Edhe kjo isha jo, stresi më i madh dhe më zhdims gara, jo vetja. Se unë kam bërë shumë sakrifisa, shumë ulje ngritje me vete, me shëndetin tim, që askush s'do kishte bë deri në sot. Kam bërë sakrifisat papame duke ul nga 12 kg për 10 ditë, për 9 ditë. Që i bën shumë keq trupit, po vetëm kam dash për më shku në garë dhe kam dash me sjell Shqipërisë gjona me medaljet e para. Me një sakrifisë jashtëzakonshëm, se ne ku kemi shku jashtë për të parë, nuk kemi pas fare të kushte. Kemi shku me makina rasti, ngreshim gishtin, që na merreshin, nuk i dishim gjuhën, kena shku në garat e para Jugosllavi, pa që Jugosllavi pjesa e Ballkanit, edhe ne shifshin çantën Albania s'na merreshin, kemi shku në garë, na shifshin me sy tjetër, po realisht tu shku her pas here, edhe na kanë afru, edhe kemi bashkëpunu, por unë duke rraf gjithë kohën, fillun duke më respektu. Edhe derisa filloi gjithë Ballkani, pastaj tu përmend emrin tim deri ku dora kampion Ballkani. Edhe kjo është sakrifisë e papam, ndryshe nga sot që sot ikin me avion, i kanë gjithë gati, veç hypin, futen në hotel, ikin për garë kthehen. Ka treguar një histori që ka marrë dhe me kamion, me trailer. Fitova në Bosnjë atëherë Borsa Open nga 108 ndeshje me raditës. Hyra edhe për moshën time edhe për tritur. Ishte 1000 euro veni parë, 1000 euro më dukte wow, fut direkt thoja. Kam fitu 8 ndeshje dhe ku kam marrë, edhe makina rasti me ato deri në Dogan, ishin sa shqiptar me trailer. Ai traileri hese maksimumi deri 70. Po valla hese edhe se vom presin njerëz në shtëpi. Ishim bledh gjithë me festu. Ai thotë ka shesën, s'as më shumë traileri. Edhe ka pas sakrifisa papame. Shumë. Shqipnisi ke lanë shumë. Çat ka lanë Shqipni aty? E bukur kjo. Shqipëria, okej, do të tregoj fillimet e para 10 vite 0. 10 vite as i rrogë, as i mbështetje, as një lloj gjëje. Kushtet që vendos tani, është diçka shumë e mirë, po vjen akoma më mirë për gjithë shqiptarët. Ka qenë një imazh e keq që nuk mbështetet sportistë, nuk mbështetet. Kurse tani ke rrogë nga bashkia, ke rrogë nga ushtria, si sportist elitar nëse merr medalje. Ke rrogë, ke shpërblimet, në moment që merr medalje, shpërblimet janë shumë më të larta, kurse shumë sportistë të botës duan marrën me Shqipërinë për këtë rast. Se janë shpërblime më të mira se sa vendet e tjera të botës. Edhe Komiteti Olimpik me Fidel Lyudin kanë bërë një organizim shumë të mirë aty, ka ndërtuar një ekip shumë të mirë të komiteti, kanë ngrit gjithë sportistat elitar me bursa olimpike, prapë është mbështetje kjo, bursa olimpike mund të varojë te $700 deri $1000, po është mirë kjo për sportistët. Pakën heqën atë pjesën e ushqimit, variantat, dhe realisht Fideli ka bërë një punë të jashtëzakonshme për këtë rast. Dhe jo më tepër që mu sportistat elitar më kanë përzgjedhur si antar i komitetit ekzekutiv, domethënë që unë jam zëri e tyre për çdo hall që kanë ata, unë do ta komunikoj me pjesën e stafit të komitetit. Edhe deri tani po starton shumë mirë dhe me që ka ardhur medalja e parë olimpike, çat kohë që ka qenë Fidel Ylli drejtues, kjo është një plus i madh. Edhe mendoj që do startojnë edhe me sporte të tjera përveç mundjes. Super. Qa kena një event ose diçka tash i shpejt, ose disa plane për të ardhmen? Gara që vazhdon tani të kampionati ballkanik që mbahet në Kosovë. Edhe unë startimet e mia kanë vazhduar që tani dhe do mundohem të shkoj në disa kampe servitore që janë jashtë para se të vi, bëhet fjalë në shtator është kampionati ballkanik. Edhe kjo është për momentin, mbas tani vazhdojnë që është Grand Prix, Grand Slam, në garat kualifikuese për në Olimpiadën që vjen. Se do grumbullosh pik 4 vjeçar që të shkosh në Olimpiadë, që të kapësh normën. Sa kohë stërvitesh para një neshje të rëndësishme? Varet sipas aktivitetit, por realisht 2 herë në ditë kemi se s'bën. Edhe tani ku s'kemi gara dhe ku kemi 2 herë në ditë kemi domosdoshme që trupit maj ritmin gjithmonë. Për çfarë periudhet, sa ditë, sa muaj? 4 muaj. Para. Stërvitesh 4 muaj për një neshje. Edhe ku marrë gara, kemi atë qetësimi që mund të rish sa ditë, po prap trupi është mësues si puna e drogës, nuk mund të rish dot. Kurse pjesa e sportit është shtimi edhe për mua. Nuk e shoh dot vetëm shumë të fryet barku si bol dhe thush
do rri kështu. Shkoj direkt për mi dhënë zgjidhje. Qa është një mësim që ke marrë prej një tekniket ose prej judos që e ke përdorur në jetë reale, o të ka funksionu? Gjitha funksionojnë. Ne mundohemi ta kontrollojmë veten në jetë reale se me përdor ato që dim judo jashtë, është problem se ai nuk bën tapet, po bën në beton edhe thyet. Ka pas raste kështu në jetë, por para se na njihshin, se tani nuk është se ashtu. Po ajo është vetëmbrojtje, judo është vetëmbrojtje. Që nga fillimi judo është vetëmbrojtje dhe gjithë forcat speciale, ushtria, gjithë ushtrojnë judo, për me qenë edhe njerëz të thjeshtë ku ikin një disk, një hall, një punë ose për shef, do të jesh e vetëm të kesh instinkte. Si të reagosh kur të ndodh një situatë ose një hall tjetër, duhet me ditë se me reagu. Njerëzit ja sugjeroj që të vinë edhe të ushtrojnë sportin e judos. Ku do që jetë në Shqipëri. Mjafton vetëm të merrem me aktivitet. Super. Po. Një person në lidhje me judon që më të jetë sot gjallë ose ka jetu më përpara. Kë do kishe pas shef për respekt me bajneshëm me të. Një legjend ose një thjesht kisha pas shef me pa, ose thjesht janë në kohën. Okej, janë dy. Ish një sportist që ish tani që e la sportin, është Ono, Shohei Ono, është njëri, wow. Më ka bërë çudi ai lloj njeriu. Kisha dash me bë dash sparring për shef, dash stërvite, dash ngar, po bot fjalë la para 2 vitesh, edhe do ishte bukur, do ishte diçka shumë bukur që ai ka shpik judon, siç është Bruce Lee në atë sportin e vet. Ta kisha parë. Ai Jigoro Kano quhet ky, është ai që ka shpik judon. Se kalon një histori, e udhon dhe do ndiqet mira vjet mbrapa, kështu që do jetë historike. Këto të dy do ishin. Kthena edhe një moment të indriti 10 vjeç, sapo mori fitoren e parë. Qa do i kishe thonë sot me eksperiencën që ke, me dijen që ke, qa do i kishe thonë indriti 10 vjeç? Realisht, duhet me ndëgju shumë trajnerin, shumë, edhe mos me qenë kokfort, me qenë strategjik. Se unë kam qenë shumë kokfort, gjëja veç vetëm. Po dhe trajneri këto, unë ngjosh apo bëja më vonesë ose bëja të kundrën. Kam qenë njëri që vetëm kam ngjuar dhe kam pas shumë besim ke vetja. Kjo është. Edhe nëse thotë ai mos e bëj këtë se s'ke për dalë, unë do ta bëj, do dali. Kjo ishte gabimi im. Por realisht kjo është. Do të më qenë më shumë bashkëpunues me njerëzit, me ditë me toleru, me ditë me bëj sy qarr një vesh shumë, sepse ke edhe provokime nga njerëzit, nga kundërshtarat. Atëherë isha direkt zjarr, kurse tani ai bën diçka unë qesh, mirë, shumë mirë, i lën me vetën. Domethënë janë gabime që është me eksperiencën. Çdo kush do t'i bën, domethënë sa mendoj edhe tani, çdo kush mund t'i kalojë ato pjesë. Po kjo është, unë thjesht kam një gjë shumë të mirë që unë jam shumë punëtor. Edhe kjo më ka ngret, që s'kam frikë për asgjë. Se nëse nuk do ushtrosha, nuk do punosha, do e ndje frikën që olla nuk e gati për këtë garë. Kjo më ka marrë gjallë që them nuk jam talent, po jam shumë punëtor. Edhe puna të sjell atje ku don ti. Aty desh më dal. A mundesh me punë shumë të fortë me stërvitje, me mujt një talent që mund të jetë ndoshta edhe gjeni me talent? Po, mundesh. Realisht, do dal pa nga këtë temë, kësaj mundesh se puna e rreth talentin. Ta dish, një njeri që punon shumë, talentin ta rreth. I kam pa edhe talenta që stërviten 3 herë në javë, po janë talent, nuk i hell dot. Ja ka dhënë Zoti, po janë edhe sa sportistë që me punë të madhe do ta gjejnë pikën, do të hedhin. Një sportist do të ketë një regjim shumë të saktë. Do të di çka nga pjesa tjetër. Unë momentalisht ushqehem shumë rregull nga Kledi restorant, është një njerëz që mundohet me çdo detaj pjesën e ushqimit tim, me mi zgjedh pjesët vitaminat e duara të sakta, duke filluar që nga përgatitja ime nëpër gara dhe kur jam mbas garave, ai kujdeset për pjesën time. Çdo sportist duhet të jetë i fokusuar që të ketë disa etapa, do të ketë mbështetje që janë sponsorët. Unë do të cek edhe Shop Marikën, Genzin që më kanë në gjithë kohën, bëhet fjalë shumë vite. Kristian Boçin që ka gati mbi 10 vite që më kanë ndjek çdo aktivitet timin. Unë nuk i harroj këto njerëz, janë njerëz që më kanë dhënë dorë dhe unë gjithmonë do t'i përmend, do t'i gjendëm hall, do t'i gjendëm atyre pranë për çdo lloj gjëje, sepse janë njerëz që kanë kontribuar shumë që unë të jem këtu ku jam sot. Super. Kështu që domethënë duhet nis nga ushqimi, duhet nis nga mbështetja, duhet nis me njerëz të mirë. Edhe komplet ekipi i Xhudës Tiranës që unë s'jam stërvit vetëm, e me gjithë sportistat, me shokët e mi. Ato më kanë ndihmuar, kemi çdo djersë kemi ndarë bashkë, çdo hallë kemi ndarë bashkë, edhe ato janë mbështetja ime kryesore dhe unë i falenderoj. Kryesisht pas trajnerin që është vllai im, edhe nuk mund t'i lej se ka kaluar me mua çdo hap. Ai është vllai im, Shkurt Çullaj,
Edhe e quaj trajner se këtu jemi në punë. Ku jemi në punë, kam vlla, por ku jemi në punë nuk kemi asnjërin asnjë gjë, themi jemi në punë dhe pikë. Të më trajtosh gjithë njësoj si të gjithë tjerët. Kështu që janë sakrificat të mëdha, por realisht ja kam mbledh. Ja kam mbledh dhe ja sugjeroj çdo kujt që të punoj forse do vi ditë që do të shpërblehet. Këtë e kam pas gjithmonë në ndimin tim, edhe kur smeshem asnjë gjë nga shteti. Super. Njerëz të ndryshëm motivohen për gjënave të ndryshme. Ty atë motivon më shumë nëse 10 veta thonë mundesh mja dal, apo nëse thonë s'mundesh mja dal. Kto e bukur. Shumë e bukur. Kto që thon mundesh atë di. Kto që thon s'mundesh ka ndodhur, po ka ndodhur një herë që dikush më tha para garës, isha me kampion Europë, më tha, "A di ndri s'ka gjë se ky është kampion Europë", më hum tha, "Ke ra herën tjetër prap." Edhe në moment që jam fut, thash, i kam bëj teknik, bona siguria, majtja e hungrit djathtë. Kokër shpinës kam dhe ku dola jashtë dia, a thash do fitosh. Ti s'më do fitosh, të edhe më hum. Po më të motivojnë këto raste. Unë jam gjithmonë kundër, kur thotë dikush s'bëhet, unë e di që do bëhet. Sa e ndjej, e shkem atë sinjal. Se këto që thonë nuk bëhet, këto kanë frikë që ti e bën, prandaj. Edhe kjo është ajo që nuk duhet më ngjuh fort, po duhet më marr si motivim. Kush do që të flet keq, merr si motivim. Edhe ku të shajm, merr si motivim. Kështu është. Më the që unë e ndjej me njësi. Përveç stërvitjes, përveç regjimit të shimoret tëna, sa të ka ndihmu besimi? Po them ndoshta besimin Zot, po edhe besimin vete, një lloj njësie. Sa ec me njësi? Unë di që vore Khabibin. Ai ka vetëm 2 ose 3 besime. Një është besim vetvete, besimi në Zot që është e kam njërin që po do më shtesi, pse janë ato blind gjë që shenët. Edhe e treta është stërvitja. Thotë jam stërvit që jam gati. Ku i bashkon këto treja ai bëhet super bish, nuk bën budalliqe, gjona, alkool, zero. Edhe si mos me fitu. Ai është përkushtu 100% aty. Edhe kjo që po thuti bashkohen të treja këto. Edhe një sportist kur të treja i ka këto, futet në botën e vet, futet në atë ring ose në atë tapet që do jetë dhe jam i sigurt që ka fokus vetëm të fitojë. Edhe ka i zot brendshëm, nuk e di e ke parë këto sport luftarake që në moment që e hell tjetrin del vetë ai zëri. Po. Po derisa ta hedhësh, derisa ta ai kënaqësia nuk del. Del vetëm kur ta hedhësh. Nga ndodh mua që doli vetash, ku e kam pa videon mbrapa, po unë thash ç'o për ti ta kështu. Është zëri që ti mezi po pret fitoren. Edhe ajo del bum. Vetiu. Prandaj po them që kjo është. To treja janë. Që mund të ketë sportist luftarak. Super. Me sa di unë, judo është, si më thon, teknika e mund forcën. Në shumicën e rasteve, po themi. Po. Edhe domethënë dosh me keni qet etj. A ke pas një rast që i fut në ring, po themi, ose në tapet, po, a ke pas një rast kur i fut në tapet, edhe ke fitu me forcë, me nervozizëm, nuk ke fitu ndoshta me teknikat shumë, ose me qetësi. E vërtet është, ka pas shumë raste. Ka pas raste që kam fitu edhe 3 sekondat e fundit, të marrë neshe, ja kam kthy. Ka pas raste që kam hum edhe sekondat e fundit. Po neshet që punojnë shumë me forcë, janë neshet që lodhesh, edhe ose je i shërentum. Nuk ditë me kontrollu forcën neshe i e kot. Forca zgjat maksimumi 1 deri në 2 minutë. Po kohë është pase, trupi sjep më. Kurse ku je i zgjuar dhe teknik, lëviz me teknikë, fut forcën ku don. Hop, e qetson forcën, bllokon, bën lojë. Hop, fut zyrsin, hop i fut një kurth. Këtë kurth që po rrin këtë anë që të kalojnë krahun tjetër. Hop, në krahun tjetër e han goditjen. Domethënë është provokime gjë. Është sha. Kjo është sha, judo është sha, është më shumë zyrasi. Kush është i zgjut me bë mashtrim, me lind, ato do të më kontrollojë emocionin. Do të më fut tjetër në presion, me pas të reagon. Po që reagon shpejt e hungry, po se reagon do të më pritir me lodh, me gacmu, me qenë aktiv, me qenë si dobë, dhe me se u lodhe, që ai të sulmoj fuqishëm ti bum, ta kapësh me befasi. Është strategji. Është strategji. Një burr, ç'a e bën tamam kampionit? A bën medaljet, a bën virtytet, a bën mentaliteti? Po, e vërtet shumë e saktë. Kjo pyetje shumë e saktë. Një burr e bën respekti, korrektësia me njerëzit, të jetë njëri mbi gjitha. Emelianko, një rus, një UFC, ai është një nga miliarderët më të mëdhenj të botës. Vladimir Putin dikur e ndiqte çdo garë, ai shkon me tren, shkon me autobus, me biçikletë. Edhe është sportisti më i mirë, edhe gjithë adhurojnë. E du të tregoj që ai është i respektueshëm me njerëzit, nuk i ndihmon njerëzit, thjesht po qenë njëri.
Se ke një thas me lek mrapa, edhe se ke po qenjëri, do vlerësohesh për atë që ke. Vlerësohesh se ke lek edhe unë po të vlerësoj. Realisht për të qenë një kampion tamam, do të kesh to që të kesh medaljet. Sepse kam pa dhe njerëz që kanë medaljet, po unë realisht nuk më intereson as me pas shok. Ka ndodhur një sportist absolut ku kanë shkuar me bë foto nuk ka dash. Çfarë njeriu i di? Ose i ka fol nuk ka kthy përgjigje. Çfarë më intereson më medalja jote? E ke marrë për vete, se ke marrë për mu. Je kampion, për këtë kohë ikëm vend tjetri. Ti do të jesh njëri që të marrësh më gjatë, si treguar për atë tjetrin. Për këtë Emiliankon është sportist që është gjithanshëm, bashkëpunëtor, i respektueshëm, e do gjithë populli, ndihmon të varfrit. Si mund të folësh keq për Cristiano Ronaldo? Kanë mu, gjithë timët, tjerë, është aty ku është sot. Sepse ka qenë vetë i varfër. Ja ku ishte i varfër, ja ku ishte me lek. Ka qenë njëjtë. Edhe unë këtë të mirë kam që jam njëjtë si me lek, si pa lek, nga ja KZH. Dhe do jam gjithkohon kështu me këto. Me të pasur, me të varfër. Unë bile me të varfër jam më i mirë. Se ku i shoh të pasur që bën xhese kështu gjë të rrishëm. E kuptojnë. Unë do të jem me këdo. Si me politikan, si me këto njëjtë. Po desha me në të mund, kështu jam. Nuk mund të ndryshoj fytyrën për asnjë njeri në botë. Kjo është ajo që ma mën gjithkohon, edhe kjo është karakteri im, se më ka si Zotin këtë tokë, për me qenë këtë karakter, jo më bëh si bën ti. Kështu jam, kështu do ri. Kjo është. Unë e di që ti je person që kur merri sfidë, nisesh për me fitu, nisesh për fitoren, për asnjë gjë tjetër. Po du me të vu pak në tension me këtë pyetjen. Duke di që edhe në kaq shumë fitoren, a do kishe zgjallë më parë me humb, me nder, apo me fitu me pak hile? Jo, ke gabim, se bukur se pyetje, po ke gabim të pjesa këtu. Në ndeshje, po nuk që hileqar strateg, unë e quaj strateg. Dinak. Hile quhet, dinakri hile është. Paka shumë. Edhe nuk fiton dot. Nuk fiton dot se ja tregoj një variant unë ty. Ka qenë një moment kam qenë fitore. Ishin 20 sekonda, vjen tjetri për me mbyt. Po më kapi mirë. Dodi kapi të pjesa jagës, kapi komët, po rrotulloshët, po më merrte fryma. Fus durët e jaga, unë si e fus pak mirë, e ka fshoj dorën. Edhe pak sekonda gjina, merresha medaljen, nikisha marrë punë. Ka fshoj dorën, i dori gjaga tit, edhe para vetëm çuaj jemi thonë arbitri si shamboni, si ishin poshtë din to, u çova unë tash arbitri shifte tash më gjujti. Hop faull ti. Ai filloshin këto shqiptarë i ndrit kafshuesi. Edhe ja ku ishte një variant që unë shpëtova, se s'lejohet. Mund të kishte dhënë Hansa Komake që është për jashtim. Edhe do të më qenë dinak. S'kisha bë. Është pjesë e ndeshjeve. Unë di dhe i gjë që edhe me fe, edhe me libra, me gjona thonë që jashtë ke miq gjithë, kurse në tapet i ke miq. Sa do të thonë, unë do bëj ndeshje, pa ai mund të thyej edhe krahun. Kështu që unë edhe mund t'ia thyej. Nëse ti nuk dorëzohesh, më la thyej krahun. Edhe ka ndodhur shumë raste, ose ku mund ta mbyzësh. Por ku je jashtë jemi miq, jemi shok. Unë kam miq shok sa dush në gjithë botën, të gjithë sportistat. Kurse në tapet jemi ujqër. Ashtu do është. Me sa di unë versioni i parë i judos kur është kriju, ka kanë kështu, domethënë me çu nesha marote kur i thën krahun ose kur i bën një gjë kështu, ka kanë shumë brutale. A menon që është më mirë sot që mundesh edhe thjesht me bë dorëzim? Jo, tani ke kështu, nëse bën me shpinë. Po. Nëse bën me shpinë merr një pikë, me marrë koha, ama atë pikë fitova. Nëse e hedh direkt në kokën e shpinës, marron direkt nesër, ka ndodhur 10 sekonda më atë tjetrën. Te i ka pas zhudë gjithmonë. Vetëm kanë hequr atë pjesën që nuk lejohet me kap më nga këmbët, se kanë pas shumë probleme, edhe se në mundje tjetër shjet nga djersa, kurse në zhudë janë rrobat, ai nëse të kam nga këmbët të hedh me kokë, mund të kesh pasoja. Kurse tani nuk kam, është sport që dëshirojnë gjithë, është sport shumë i lartë, edhe kërkohet shumë çdo vend botës. Pra, duke ditë rregullat e judos, edhe duke ditë dëshirën tonë për fitore, a do ja kishe thyj krahun dikujt nëse nuk dorëzohet? Ka ndodhur. Ja ke thyj krahun? Po. Një moment që ma kish kap në Izrael krahun keq fare. Edhe isha edhe në fitore unë gjithkohën, se kam i gjatë mirë që futem sulm nga fillimi deri në fund, nuk di më stop. Edhe bëj urë diçka për medalë, shoh trajnerin thotë mu, "Ne kish dorëzohu, krahu ishte tu thim apo një krup." Se si kam dalë nur, jam rrotulluar, kam kap krahun këtit. Njëjtën gjë s'është bënë e bonon. Ai shkret do të më thyej, kishte ngrit shpinën komplet deri lart më thyej, po s'po dite. Ai ka pa krahun edhe ka pa për ashtu do të që ky s'po dorëzohet, do të me iksion. Edhe këtu hik nur ky krup ja bune krahun. Të vërtet. Dhe ma na fitore mu.
Pas rasti sot duhesh me këtë gjona. Si Onive kur e mori titullin sportisti i vitit 2024? Po, unë gati kam marrë shumë titull të tillë. Kam i shprehur trajnerit tim të parë Ram Kasmi që sot s'është më me ne. Edhe gjithmonë më thotë, e flisë shumë me zot si ato në filma, si Rocky Balboa. Apo të drejt thotë. Nuk është problem me fituj titull thotë, po problem është i rush titull. Ta rush statusin kampion. Edhe atë në fjalim këtë kam që këtë titull e meritosha, e di që do e merresha, po tani është problemi jo me do të më marr këtë titull, vit mas viti, siç treguam në fillim. Edhe kështu është kënaqësi dhe eventi që u bën tani është akoma më bukur se në fillim merreshim atë titull i kishim në shtëpi. Te edhe federata, kurse sot vjen Edi Rama, vin gjithë politikanët, ministrat, edhe të vlerësojnë, bëhet një mbrëmje gala. Ajo që tash më parë për komitetin që bën disa organizime shumë të mira që si kena pas kurrë. Edhe çdo kush që bën diçka të mirë për sportin, unë e vlerësoj ashtu mëse. Hiç krah politik, nuk do më ditë për atë gjë, di që kush bën mirë për sportin, unë vetëm vlerësime të mëdha kam. Se e di, jam vetë asaj drejtimi që kush do që të japi kontribut, bujrum, hajde, bashkëpunojmë dhe ecim para. Kjo është e mira. E keni rrit shumë standardin edhe emrin e Shqipnisë, edhe në arenë ndërkombëtare. Si e sheftar me në sportit Shqipni, 5 deri në 10 vite të ardhshme? Kam qenë më mirë 100% dhe unë e di që kemi sa element të ri tek palestra jon, kanë për të bërë gjona më të mëdha se sa ne, pse do thosh, sepse deri dje ne çam rrugët. Çam rrugët ku i din gjitha, i di lidhjet të gjitha dhe këto sportista të gjithë do merren, do punohet me ta, do i rrihet në kokë nga çdo lloj drejtimi, siç ka bërë Kosova drejton Kuba me sportistat e vet. Ka 5 medalje olimpike. Ka 10 medalje botërore. Shumë. Unë kam net 5 vite në Kosovë. Ta jam trenu, kam net çdo vend të Evropës, po mësimet kryesore dhe drejton Kuka, don ti përnder gjatë gjithë kohës dhe realisht mësimet e ditë na kanë bërë që ne sportistat këtu ti ngrejmë nivelin. Dhe do bëjmë shumë, unë e di që do bëjmë shumë. I kemi marrë që 4 vjeç. Do të dish 4 vjeç, sot janë 10 ata. Mas 5 vitesh, mas 10 vitesh që thuti, edhe do jenë elit. Që sot janë absolut, kanë marrë medalje jashtë, edhe do punojmë në mënyrë njëra mas tjetrës, shumë të mira. Indrit, ç'a të motivon me i bë ton këtë fitore, ton këtë rrugtim, ton këtë sakrificë? Ti është motivon që të lë një histori. Kushdo që vjen këtë botë, do të lë një histori. Ma atëmend për shkakun që ky ka bërë këtë. Njerëzit thonë, që intereson shatot bota, që intereson kjo ajo. Ma atë histori shkruhet në libër që thotë ka qenë olimpiad për herë të parë. Breza mas breza do vinë kush filani. Kjo është ajo që do mendosh, kjo është ajo që do përmendesh për mirë, edhe prandaj bëj gjithmonë mirë dhe duhet të lej një histori për vendin tim. Duhet bëj diçka të madhe që ta lej për vendin tim, për çdo lloj varianti. Kjo është synimi im që unë duhet të bëj diçka të madhe që të ngeli që po që nesër për nesër siç ka Kosova një bus në Kosovë me Linda Kelmendin, pse jo të mos kem unë për elitat e sportistëve që të nxjerr nesër, ose një variant tjetër, ose një shkollë, ose një duhet që emrit përmendet gjithmonë vetëm për mirë, pozitivisht. Super. Kam një pyetje të fundit. Është pyetja tipike e podcastit ton. Një ri që ka një profesion jashtë për shembull, ose ka një dëshirë, ka një talent për një sport. Po jeton një shtetit shqiptar. A do i kishe bë thirrje më orë në Shqipëri? Ti nuk e ke idenë, kena marrë gati mbi 10-15 sportistë jashtë. Edhe bëjmë kombëtarën tonë, italian, shqiptar që kanë pasaportë shqiptare. Jemi në kërkim që kush ta dëgjojë këtë lajm, kush do që bën sportin e judos, le të vinë kombëtarën tonë, ne do i presim, ne do i mbështesim. Nëse kanë një problem me letrat, ne do të ndihmojmë që të përfaqësojë Shqipërinë nga radhë jashtë. Nëse s'ka pas atë kush më përpara, ne i kemi shumë që i marr. Duke filluar nga 60 kg, 66, 73 me radhë, i kemi marrë të gjithë. Edhe jam 15 vite që jam me Shqipërinë. Edhe do vazhdojmë të marrim për Shqipërinë. Sa më shumë shqiptar, pakën përfaqësohet Shqipëria denjësisht, apo me shumë sportistë, me shumë arritje. Kam njerëz që rrinë në Itali, kam njerëz që rrinë në Greqi, tani u bashkoi gocë tjetër prap italiane, shqiptare që është italiane por nuk din shqip. Edhe ka filluar të mësoj shqip tani në kurs atje për marrë me Shqipërinë. Është fantastike fare dhe kjo është start. Nëse dikush pyet dikën tjetër, kush është Indrit Cullhaj? Cilat janë 3 fjalë që do kishe dashti me thënë ai person për ty? Ato e dini vetëm një, thonë kampioni. Sa don kampioni del e din gjithë. Tek fjalë. Po, kampioni. Kush është judos kampioni po.
O kampion, gjithë kampion, po më thrasim rrugë dhe u detyrova ta bëj tatuazh. Super. Indrit, ishte shumë kënaqësi me të pas, ka marrë energji, motivim shumë të bukur. Edhe tamam ka ke kampion edhe në menje, jo vetëm në rezultate. Faleminderit për ftesën. Je mirëpritën gjithmonë. Faleminderit. Rosh. Respekt.